po takohemi sot këtu në një ngjarje shumë të rëndësishme që shënon avancimin e më të tjeshëm profesional të pjesëtarëve të Policisë Kosovës. Republika e Kosovës sot ka institucione të fuqishme, polici profesionale dhe të avancuar në aspektin operacional, pikë së pari fal vullnetit të vetë pjesëtarëve të Policisë Kosovës, mbështetjes së institucioneve të Kosovës, por gjithsesi edhe fal mbështetjes pa rezervë të aleatëve tanë, e ndërta patjetër se ndërkryesor është Republika e Turqisë. Në çdo cep të Republikës sonë, çdo komponent e Policisë Kosovës shërben me profesionalizëm fal trajnimeve të vazhdueshme që janë realizuar që nga themelimi i saj. I dëshmuar edhe në këtë rast ky kontribut i vazhdueshëm dhe i pa rezervë i Republikës së Turqisë dhe organizatave të saj ka mundësuar që përvojat më të mira të fituara nga Polistan të përcillen në çdo gjenerat të re të Policisë Kosovës. Nivelin në të cilën ndodhet sot policia jonë vazhdon të vlerësohet nga të gjithë qytetarët tonë pa dallim si institucioni më i besueshëm në vendin tonë. Policia jonë e ka dëshmuar zbatimin e mandatit të saj me efikasitet dhe që është e gatshme në çdo kohë të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, të zbraps çdo plan apo element destabilizues që rrezikon Republikën tonë. Certifikimi i pjesëtarëve të drejtorisë së mbrojtjes së afërt është tejet i rëndësishëm, pasi me njohuri të fituara nga ky trajnim i avancuar do të kontribuojë në aspektin e sigurisë, jo vetëm të personaliteteve të vendit tonë, por edhe të atyre që vizitojnë Republikën e Kosovës. Për më tepër, pjesëtarët që do të certifikohen sot janë një vlerë e shtuar e drejtorisë që do të kontribuojnë në përgatitjen e djemve dhe vajzave që do t'i bashkohen njësisë në të ardhmen. Për të qenë dëshmitari më i mirë për profesionalizmin e kësaj drejtorie, kush tjetër përpos unë që kam qenë bashkë me ju për 5 vite gati. I nderuar ambasador zoti Angeli, ju falenderoj përzemërsisht për mbështetjen pa kursim që keni dhënë për Ministrinë e Punëve të Brendshme, për Policinë e Kosovës, po ashtu duhet të falenderoj edhe instruktorët, të cilët me përkushtimin e tyre kanë bërë që policia jonë, drejtoria për mbrojtjen e afërt jetë e aftë, sa më e aftë në kryen e çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm güvenlik güçlerimiz ama aynı zamanda Türk Polis Teşkilatı'nın bizlerin güvenliği için canını ortaya koyarak şehit olan tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda Kosova Polis Teşkilatı'nın da özellikle Banjska terör saldırısında şehit olan Afrin Bunyak'ı başta olmak üzere Kosova'nın güvenliğine için canını ortaya koyan tüm Kosova polisini, şehit olanları rahmetle, diğerlerini minnetle anıyorum. Kosova küçük bir ülke olabilir ama Türk milletinin kalbindeki yeri son derece büyüktür. Biz Kosova'yı sadece dost veya bir partner ülke olarak değil, bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Dolayısıyla tarihte ilk kez 2008 yılında Kosova'da bir bağımsız cumhuriyetin ilan edilmesi tabii ki sizlerin büyük başarısı ve sizler açısından çok önemli ama emin olun ki Türkiye ve Türk milleti açısından da son derece önemli bir olaydır. Kosova bağımsız ve egemen bir cumhuriyetle ilelebet yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti elindeki tüm imkanlarla destek olmaya devam edecek. Burada en önemli şey tabii ki devlet inşası ve bu devletin güçlenerek devam etmesi. Burada da bütün devletlerde olduğu gibi güvenlik teşkilatları çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz elimizdeki tüm imkanlarla Kosova polisine, Kosova güvenlik gücüne destek vermeye devam edeceğiz. Bu desteğe bu sefer vesile oldukları için de TİKA'ya ve İçişleri Bakanlığımıza tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'de olduğu gibi Kosova'da da polis teşkilatı mensupları mesai mefhumu gözetmeden çok zor şartlar altında ve fedakarca çalışıyorlar. Bunu yakından biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olmamın yanında 2,5 senedir Kosova'da yaşadığım için ben de güvenliğimi sizlere emanet ediyorum. Bu fedakarca çalışmalarınızdan ötürü aynı zamanda sizlere şükranlarımı sunuyorum. Celal Bey'in yanında otururken konuşmada nelerden bahsetmeliyim diye düşündüm biraz.
Përderisa isha ullur afër ministrit, isha duke menduar se për çka do të flasi në Sonra fjalimin tim. gözüme bir şey takıldı. Mandej e pash diçka tjetër. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğü'deki polis teşkilatı mensuplarımızın armaları. Mandej e pash edhe shenjat, armat e pjesëtarëve tonë, instruktorëve tonë nga policia e Turqisë. Bu armadaki çift başlı kartal, Türklerin Anadolu'da kurduğu ilk devlet olan Selçuklu Devleti'nden miras. Shenja që jeni duke e parë në logon e tyre është shqiponja 2 krenare, nëse mundeni me vrejt, edhe kjo ka mbet prej shtetit më të lashtë turk që është Selçuk. Arnavutların da biliyorsunuz çift başlı kartal amblemi. Si që dini edhe shqiptarët e kanë shqiponjën 2 krenare. Bu Kosova Polis Teşkilatı'nı ve Türk Polis Teşkilatı'nı doğal bir dost ve partner olmanın yanısına kardeş kılıyor bence. Dhe kjo pikrisht e bën edhe partner të ngushtë policinë e Turqisë me policinë e Kosovës dhe jashtë asajna natyrisht e bën një vllazni, ndërton një vllazni të natyrshëm. İnşallah bu ve benzer eğitimler iki ülke polis teşkilatları arasında önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Ben bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Aramızdaki dostluk ve kardeşlik her zaman baki olsun, daim olsun diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla sevgilim. Është gjithmonë kënaqësi me qenë pjesë e këtyne ceremonive festive kur ne certifikojmë dhe avancojmë njësitë tona dhe po ashtu edhe instruktorët dhe policët tonë. Për mua është një arsye edhe më shumë personale për shkak që kam qenë pjesë e gjenatës parë të kësaj njësie në vitin 2002. Andaj që nga viti 2002 nga janari ati viti e deri me sot janë bën 23 vite që prej asaj ku ne kemi njësi jashtëzakonisht profesionale të njësisë mbrojtjes së afërt. Është njësi që ka dëshmuar veten vazhdimsi që nga ajo deri më sot. Operatorët e kësaj njësie janë jashtëzakonisht profesional. Kjo është dëshmuar që nga ajo deri më sot në asnjë rast VIP, personat që ne kemi pas në mbrojtje, sigur ata në nivellit qeveritar dhe ashtu delegacionet tuaj nuk kanë pësu asnjëherë ndonjë lëndim apo ndonjë incident gjatë përcjelljes që ne kemi pas mbi ta. Që do të thonë që kemi njësi të përgatitur, të pajisur dhe kogja mirë të disiplinuar. Pra trajnimi që ne sot po të certifikojmë operatorët tonë nuk është as i parit dhe shpresojmë të mos jetë as i fundit. Në fushat ndryshme të polisimit duke filluar prej trajnimeve, pastaj të pjesa hetimeve, inteligjencës, luftës kundër terrorizmit, edhe po ashtu një theksi veçantë këto vite të fundit është duke e kushtu trajnimit të avancuar të njësive tona speciale. Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi 2007 yılında pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk'ta başlatılmış olup günümüzde yaklaşık 40 ülkede devam etmektedir. Projekti për bashkëpunimin ndërkombëtar në trajnimin e policisë fillimisht ka filluar në vitin 2007 dhe fillimisht ka filluar në Shqipëri si vend pilot, ndërsa sot ky trajnim është duke u implementuar në rreth 40 vende të ndryshme të botës. Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi'nin temel amacı, Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılmasıdır. Qëllimi kryesor i këtij projekti është forcimi i marrëdhënieve mes forcave policore të vendeve që bashkëpunojnë me Turqinë në fushën e sigurisë, si dhe shkëmbimin e përvojave në mënyrë të ndërsjellët. Ftoj fillimisht zëvendësdrejtorin në Drejtorinë e Mbrojtjes së Afërt në Policinë e Turqisë, zotrin Ömer Ayten të pranojë një mirënjohje. Sayın Ömer Ayten'i davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkan Yardımcısı. Vazhdoj me trajnerin e mbrojtjes së afërt, zotrin Tahsin Neslian. Sayın Tahsin arkadaşımızı da davet ediyorum. Tahsin. Vazhdoj me trajnerin e radhës, trajnerin e mbrojtjes së afërt, zotrin Kutlu. Ayrıyeten de Ömer Kutlu'yu da davet ediyoruz sertifika takdim için.
Falenderojmë 3 zyrtarët të cilët kanë dhënë maksimumin e tyre që t'i trajnojnë zyrtarët e mbrojtjes së afërt. Teşekkürler. Ben bir kez daha Türkiye'den gelen eğitimcilere teşekkürlerimi arz ederim. Bu vermiş oldukları özverili çalışmalarından ve bilgi paylaşımlarından dolayı. Take your seats, please. Tani do të vazhdojmë me ndarjen e certifikatave për zyrtarët tonë, mirë po me që për shkak të mbrojtjes dhënave të tyre, ne do i ftojmë vetëm 3 operatorët e parë. Andaj ftoj rështerin si operator të parë të pranojë certifikatën. Şimdi sertifika törenine başlıyoruz. İlk önce Sayın Binbaşı'yı davet ediyorum sertifikayı almak için. Ftojmë operatorin e dytë që të pranojë certifikatën. İkinci eğitime katılan arkadaşımızı da davet ediyoruz. Ftojmë operatorin e tretë, po ashtu që të pranojë certifikatën. Diğer arkadaşımızı da davet ediyorum sertifikayı almak için. Ftojmë edhe operatorin e katërt, po ashtu që të pranojë certifikatën. Po, patjetër. Sırayla gidiyoruz. Dördüncü arkadaşımızı davet ediyoruz. Atëherë për të vazhduar ne me ndarjen e certifikatave tjera të radhës, lus gazetarët na mirë kuptojnë, na lirojnë sallën për shkak ne do të vazhdojmë edhe me leximin e emrave të gjithë operatorëve tanë për shkak të respektit dhe punës që kanë bërë.